Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në këtë video të dedikuar urtësisë së lashtë të Torës, ku do të eksplorojmë parimet e rritjes financiare dhe menaxhimit të pasurisë. Sot nuk do të flasim për skema të shpejta për të bërë para, as për investime magjike që premtojnë pasuri brenda natës. Jo, kjo video është një udhëtim i thellë në ligjin universal të mieljes dhe korrjes. Do të zbërthejmë çdo pikë në detaje duke e zgjeruar me shpjegime, shembuj nga jeta reale, analogji nga natyra dhe aplikime praktike për të kuptuar se si këto parime mund të transformojnë jetën tuaj financiare. Merrni një filxhan çaj ose kafe, relaksohuni dhe le të zhytemi në këtë urtësi që ka ndryshuar jetët e mijëra njerëzve ndër shekuj. Mesazhi kryesor është se pasuria nuk është fat, por rezultat i farave që mbjellim çdo ditë. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë me mesazhin kryesor. Ligji i mieljes dhe korrjes, mesazhi kryesor, ligji i mieljes dhe korrjes. Le të fillojmë me themelet. Pasuria nuk është një ngjarje e rastësishme, si të fitosh lotarinë apo të gjesh një thesar të fshehur. Jo, ajo është një korrje, rezultat i drejtpërdrejt i farave që kemi mbjell. Imagjinoni një fermer që mbjell far misri. Ai nuk pret që të korrë domate. Çfarë mbjell, atë korrë e njëjta gjë vlen për financat. Perëndia, sipas Torës, nuk gjykon sa para fitoni sot, por zakonet tuaja të përditshme. Këto zakone janë farat që do të japin fryte në të ardhmen. Le të zbërthejmë këtë në pjesë më të vogla. Së pari, çfarë do të thotë korrje? Në botën financiare, kjo do të thotë që suksesi juaj pas 5, 10 apo 20 vitesh varet nga veprimet e vogla që bëni sot. Merrni 2 njerëz që fitojnë të njëjtën pagë mujore, të themi 500 euro. Njëri shpenzon gjithçka në gjëra të panevojshme, merr borxhe për pushime luksoze dhe nuk mendon për të ardhmen. Tjetri, kurse në 10% të pagës, investon në libra edukimi financiar dhe shmang shpenzimet impulsive. Pas 10 vitesh, i pari mund të jetë në borxhe të thella, ndërsa i dyti ka një fond emergjence, investime që rriten dhe një jetë pa stres financiar. Diferenca? Farat e mbjella, zakonet. Por pse është kaq i rëndësishëm ky ligj? Sepse na jep fuqi. Nëse pasuria është fat, atëherë jemi viktima të fatit. Por nëse është korrje, atëherë ne jemi fermerët e jetës sonë. Në urtësinë e lashtë të Torës thuhet, çfarë mbjell, atë do të korrësh. Kjo nuk është vetëm një metaforë bujqësore, është një ligj shpirtëror dhe praktik. Nëse mbjell far borxhi duke bler gjëra me kredi, do të korrësh stres dhe varfëri. Nëse mbjell far kursimi dhe investimi, do të korrësh bollë. Le të marrim një shembull nga historia. Në Bibël, Jozefi interpretoi ëndrat e faraonit për 70 bollëk dhe 70 zi. Ai nuk priti mrekulli, mbjell far duke kursyer 20% të korrjeve gjatë bollëkut. Rezultati? Egjipti mbjetoi urinë. Ky është ligji në veprim. Sot, në jetën tuaj, pyesni veten, çfarë farash po mbillni? Nëse nuk jeni të kënaqur me korrjen aktuale, ndryshoni farat. Kjo është fuqia e mesazhit të Rabbi Shimon, na bën përgjegjës, por edhe të fuqishëm. Parimet e Torës për pasurinë. Pika 1. Veprimet e vogla krijojnë ndryshime të mëdha. Tani le të kalojmë te parimet specifike të Torës për pasurinë. Parimi i parë është se veprimet e vogla krijojnë ndryshime të mëdha. Një burr që çdo ditë pastronte një shkëmb nga toka sterile dhe mbillte një far. Në fillim, duke e kot, toka ishte e thatë, shkëmbinjt pengonin. Por pas viteve të qëndrueshmërisë, toka u bë pjellore dhe ai korte bollë. Kjo nuk është vetëm një përrall, është një mësim i thellë për financat. Zbërthejmë këtë, shumë njerëz presin goditje të rrufeshme, një rritje page, një trashëgimi apo një investim që dyfishohet brenda natës. Por ky është iluzion. Suksesi financiar vjen nga veprimet e vogla të përsëritura. Për shembull, në vend që të përpiqeni të kurseni 1000 euro menjëherë që mund të dështoj, filloni me 5 euro në ditë. Pas një viti, keni 1825 euro, një ndryshim i madh nga asgjëja. Pse funksionon kjo?
sepse veprimet e vogla ndërtojnë momentum. Si një tokë bore që rrokulliset poshtë malit, fillon i vogël, por bëhet gjigant. Në Thor, kjo reflektohet në idenë e besnikërisë në gjërat e vogla. Nëse nuk mund të menaxhoni 100 lekë, si do të menaxhoni 1 milion? Shembull real, Warren Buffett, një nga më të pasurit e botës, filloi duke kursyer qindarka nga puna e tij si djalë gazete. Veprimet e tij të vogla krijuan një perandori. Aplikimi praktik, sot identifikoni një veprim të vogël, si të mos blini një kafe të shtrenjtë dhe përsëriteni. Pas një muaji, shihni ndryshimin. Kjo nuk është magji, është ligji i Torës në veprim, duke transformuar tokën tuaj financiare nga sterile në pjellore. Parimet e Torës për pasurinë. Pika 2. Dituria pa veprim është e kotë. Parimi i dytë është se dituria pa veprim është e kotë. Shumë njerëz lexojnë libra si Baba i pasur, Baba i varfër apo Si të mendosh si një milioner, por nuk ndryshojnë asgjë. Kjo quhet argëtim i shtrenjtë, argëtim sepse ndihesh mirë duke lexuar, por shtrenjtë sepse koha jote shpërdahet pa rezultat. Le të zbërthejmë pse ndodh kjo. Njerëzit gabohen duke menduar se dituria është mjaftueshëm. Por Torës thotë, mos u bëj si budalla që dëgjon fjalët por nuk i zbaton. Dituria është si një farë, nëse nuk e mbjell, nuk rritet. Shembull, dikush lexon për buxhetimin, por vazhdon të shpenzojë pa plan. Rezultati? Asgjë nuk ndryshon. Është si të studiosh për të vozitur, por të mos hipësh kurrë në makinë. Pse është e kotë? Sepse pa veprim, dituria krijon iluzion suksesi. Ndiheni të zgjuar, por xhepi juaj mbetet i zbrazët. Urtësia e vërtet është në zbatim. Në jetën reale, kompanitë si Amazon u ndërtuan jo nga ide, por nga veprime të përditshme. Jeff Bezos nuk vetëm mendoi, ai veproi. Aplikimi. Pas leximit të një libri financiar, zgjidhni një ide dhe zbatoni atë menjëherë. Për shembull, nëse lexoni për kursimin, hapni një llogari kursimi sot. Kjo transformon diturinë në pasuri. Mos e lini këtë parim si teori, veproni tani për të shmangur argëtimin e shtrenjtë. Parimet e Torës për pasurinë. Pika 3. Çdo gjë rritet sipas llojit të vet. Parimi i tretë, çdo gjë rritet sipas llojit të vet. Nëse mbjell zakon e borxhi, nuk mund të korrësh bollë. Financat tuaja sot janë pasqyrim i vendimeve të dieshme. Kjo vjen direkt nga gjeneza. Çdo farë prodhon sipas llojit të saj. Imagjinoni të mbillni farë molle dhe të prisni portokalle. Absurde, apo jo? E njëjta me financat. Nëse zakonet tuaja janë shpenzime impulsive, borxhe për gjëra luksoze apo ignorim i buxhetit, do të korrni varfëri. Nëse mbjell farë disipline, kursimi dhe investimi, do të korrësh bollëk. Pse është kaq kritik? Sepse na bën të vetëdijshëm për pasqyrën. Problemet financiare nuk janë fatikeq, janë korrje e farave të gabuara. Shembull, një person që blen rroba të shtrenjta me kredi korr stres dhe borxhe. Tjetri që kursen për investime korr liri financiare. Në histori, Davidi u bë mbret sepse mbill farë besnikërie si bari. Në botën moderne, Oprah Winfrey mbill farë pune të palodhshme dhe tani korr miliarda. Aplikimi. Listoni zakonet tuaja financiare. Cilat farë po mbillni? Ndryshoni një farë të keqe sot, si të mos blini me kredi dhe mbillni një të mirë. Kjo do të ndryshoj korrjen tuaj të ardhshme. Parimet e Torës për pasurinë. Pika 4. Vonesa është mbrojtje, jo mohim. Parimi i 4. Vonesa është mbrojtje, jo mohim. Ndonjëherë pasuria vonon sepse nuk jemi gati emocionalisht apo strukturalisht. Nëse do të fitonit $1 milion sot me zakonet të këqija, do t'i humbisnit brenda vitit. Shumë njerëz ankohen, pse nuk vjen pasuria tani? Perëndia vonon për të na mbrojtur. Si një prim që nuk i jep një fëmijë të vogël një thik të mprehë. Torës thotë, Perëndia të jep fuqi për të krijuar pasuri, por gradualisht. Shumë fitues lotarie humbasin gjithçka brenda 3 vitesh sepse nuk kanë strukturë, zakone të mira. Vonesa ju jep kohë të ndërtoni ato.
Në Bibël, Abrahami priti vite për premtimin, por kjo e përgatiti. Aplikimi. Në vend të ankesave për vonesë, përdoreni kohën për të mësuar. Lexoni libra, krijoni buxhet, zhvilloni disiplinë. Kështu, kur vjen bolloku, do ta mbani. Vonesa nuk është refuzim, është përgatitje hyjnore, parimet e Torës për pasurinë. Pika 5. Sistemi i Jozefit. Parimi i 5. Sistemi i Jozefit. Jozefi shpëtoi Egjiptin duke kursyer 20% të korjeve çdo vit gjatë bollokut. Ky ishte një sistem disiplinuar, jo mrekulli e momentit. Jozefi krijoi një plan, kurseni gjatë kohës së mirë për të keqen. Ky nuk ishte fat, ishte sistem. Sot, kjo do të thotë të krijoni një fond emergjence, të investoni rregullisht. Pse funksionon? Sepse bolloku nuk është i përhershëm. Ekonomia ka cikle, sistemi ju mbron. Aplikimi, filloni duke kursyer 20% të ardhurave. Vendosni automatikisht transferim në një llogari kursimi. Kjo është urtësia e Jozefit, planifikim për të ardhmen duke shmangur krizat. 7 veprime praktike për të ndryshuar realitetin tuaj. Pika 1. Ndiqni shpenzimet. Tani te veprimet praktike. Veprimi i parë, ndiqni shpenzimet për 7 ditë duke shënuar çdo qindark në një kategori si ushqim. Nuk mund të përmirësosh atë që nuk marr, kjo krijon vetëdi. Shumë njerëz nuk e dinë ku shkojnë paratë, 100 lekë këtu, 200 atje. Duke ndjekur, shihni rrjedhjet. Merrni një fletore. Pas 7 ditëve, analizoni dhe reduktoni shpenzimet e panevojshme. Ky është hapi i parë drejt kontrollit. Pika 2. Kurse një shumë mikroskopike çdo ditë. Veprimi i dytë, kurse një shumë të vogël çdo ditë, qoftë 100 lekë. Qëllimi është të mësosh trurin të prioritizoj të ardhmen. Zbërthimi. Kjo ndërton zakonin e kursimit pa presion. Si muskujt që forcohen gradualisht. Vendosni një kavanoz. Pas një muaji, keni 3.000 lekë dhe një mendje të re. Pika 3. Mbyllni një rrjedhje financiare. Veprimi i tretë. Anuloni një abonim të papërdorur ose hiqni dorë nga një shpenzim i panevojshëm. Rrjedhjet e vogla mbytin anijen. Një abonim Netflix i papërdorur kushton 100 euro në vit. Shqyrtimi mujor i shpenzimeve. Mbyllni një sot, kurseni dhe ndiheni në kontroll. Pika 4. Rregulli i 24 orëve. Veprimi i 4. Për blerje emocionale, prisni 24 orë. Kjo parandalon impulse. Shumë blerje janë emocionale, jo të nevojshme. Kur doni të blini, prisni. Shpesh dëshira zhduket duke kursyer para. Pika 5. Mbyllni bujari. Veprimi i 5. Jini dorëshlëshur me shuma të vogla. Kjo thyen mentalitetin e mungesës, bujaria aktivizon bollokun. Torës thot, jep dhe do të jepet, dhuro 100 lekë në ditë. Ndiheni të bollshëm duke tërhequr më shumë. Pika 6. Rishikimi javor. Veprimi i 6. Shpenzoni 15 minuta çdo javë duke parë ku shkuan parat, kjo mbajt kontroll. Si një pilot që kontrollon instrumentet. Çdo të diel, rishikoni. Rregulloni kursin për javën tjetër. Pika 7. Mësoni diçka të re. Veprimi i 7. Lexoni ose dëgjoni diçka mbi financat për 10 minuta në ditë. Kjo ndërton identitetin e pasur. Dituria e përditshme ndryshon mendjen. Podcast ose libër. Pas një muaji, jeni ekspert. Përfundimi. Në fund, ndryshimi nuk kërkon revolucion, por evolucion. Kush është besnik në të vogla, bëhet zot i të mëdhave. Mos pritni perfeksionin, mbillni farën sot. Faleminderit për kohën. Abonohuni, bëni like dhe komentoni. Shihemi në videon tjetër.